Në vizitën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministre e mbrojtjes Mimi Kodeli ka takuar homologun e saj amerikan Chuck Hagel. Zëvendësimi i armatimit të vjetër me ato të standardeve të NATO-s dhe modernizimi i forcave të armatosura ka qenë kryefjala e bisedës mes dy homologëve, kur Kodeli ka njohur Hagel me projektin konkret që Ministria e Mbrojtjes Shqiptare ka ndërmarrë në këtë pikë. Një tjetër pikë e takimit ka qenë edhe edukimi dhe trajnimi i ushtarakëve shqiptar, ka qenë një ndër temat e bisedimeve të ministres shqiptare të mbrojtjes Mimi Kodeli në takimin me homologun e saj Chuck Hagel, ndërsa njohu sekretarin amerikan të mbrojtjes me ftesë të cilit ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me reformat e ndërmarra deri më tani në këtë fushë. Ministria Kodeli theksoi angazhimin e vendit tonë në kuadër të aleancës. Kjo është vizita e parë zyrtare bilaterale pas 10 vjetësh në Departamentin e Mbrojtjes që Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodeli kryen. Kjo e fundit do të realizojë një sër takimesh me personalitetet më të larta amerikane. Para 2 javësh, sekretari amerikan Hagel i ka dërguar një letër falënderimi ministres Kodeli për kontributin e dhënë nga ana e shtetit shqiptar në luftën kundër ekstremistëve xhihadistë të ISIS në Siri dhe Irak. Në letrën e Hagel theksoi se Shqipëria është një nga vendet e para e cila u bë pjesë e koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS. Në ditën e dytë të vizitës së saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministria Kodeli është takuar edhe me asistent sekretaren për Rusinë, Ukrainën dhe Euroazin, Victoria Nuland, e cila shprehu vlerësime për kontributin që Shqipëria ka dhënë në Irak.